Një çështje pronësie është shkaku i vëllavrasjes në fshatin Agonas të Kavajës. Pak metra tokë bën që Muharrem Reshka, 76 vjeç, të sulmonte me thikë vëllain e tij, Eqerem Reshkën, 74 vjeç. Lidhja e gjakut dhe mosha u harruan. Në dëshminë e parë, Muharrem Reshka ka deklaruar se mes tij dhe vëllait kishte një konflikt të vjetër që lidhej me një rrugë për të cilën ai pretendonte se kalonte në pronën e tij. Me Eqeremin kemi një konflikt të vjetër për një rrugë që është pjesë e pronës time. Ai e shfrytëzonte për të kaluar me zetor dhe me dëmtonte tokën. Disa herë ishin përplasur. I kisha thënë të mos kalonte më sepse është prona ime. 76 vjeçari ka rrëfyer edhe rrjedhën e ngjarjes. Ai mbrëm prap kaloi aty me zetor, sepse do të shkonte tek toka e vet për të ngarkuar dengjet e barit. I thash të mos kalonte. Ai më shpërfilli, i dha gaz zetorit dhe desh me përplasi. Unë isha përpara zetorit dhe u largova në atë moment. Aty nisëm të debatonim ashpër. I moshuari thotë se ishte gjak nxehtësia që e çoi në vrasjen e vëllait. Në konflikte sipër e godita disa herë me thikë. Më vjen shumë keq që kjo përfundoi kështu. Unë nuk kisha për qëllim ta përdorja thikën, por gjatë përleshjes, në gjak nxehtësi e sipër e godita, jam penduar shumë. Ndërkohë, policia e Kavajës ka marrë masa për të parandaluar për shkallëzimin e mëtejshëm të konfliktit me familjarët e tjerë dhe ka vendosur një patrull policie në shërbim të fshatit Agonas të Kavajës.